Kërkesat që kemi parashtruar qysh prej 15 janarit të vitit kaluar, qershore, shtatore kemi ri përsëri. Plus janë ato kërkesa tjera publike që dini që kemi drejtuar letër Vučićit për arkivat të brigadës 37. Kështu që kërkesat tona janë qartë dhe publike, nuk kom pasur pse më mshef, domethënë kom shkruar në status Facebook, edhe përmes media i kom treguar disa herë. Kërkesat janë shumë qarta, veç pritet që brenda takimit të radhës Serbia me tregu a është e gatshme me i dhonë ose me zbatu kërkesat tonë, që i bjen është e gatshme në leju qastin e arkivat të klasifikuara të ushtrisë, sidomos përveç tjerash serbe të kohës luftës. Çka shtyur nuk e di, por besoj që nuk pat ku më shku mo. Ajo çka deshti me bo Serbia është që deshti prap me hop fuqinë Komisionit përbashkët, fuqinë politike për flas, sepse ne kemi edhe mekanizma tjerë, ne kemi grupin punus që është ndërmjetësim Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq. E kemi edhe grupin Ranal që është ndërmjetësim Komisionit Ndërkombëtar për Personat të Zhdukur. Këtë rast, mos përsërit në asnjëherë, po qëllimi ynë ishte involvimi i Bashkimit Evropian në këtë çështje, në mënyrë që me pas një lloj presioni apo kushëzimi më të madh ndaj Serbisë në lidhje me raport me fatin e Personave të Zhdukur. Tash Serbia këtë si pranoi. Në çdo format ato shtatorë që ne kemi qenë aty, Serbia tentoi që me ja hub fuqinë këtij komisioni përbashkët dhe po e lojmë brenda grupit punus apo mekanizma të tjerë që i kemi. Natyrisht, po mendoj qëndrimi im që s'mundet me ndodhi gjë të tillë sepse jemi pajtu në vitin 2024 në dhjetor dhe që qëllimi kryesor pse kemi ardhur në Bruksel që 4 vite u kanë që ky edhe më në fund veç është ne u pajtuan edhe ata unë nuk kam qenë ata takim ka qenë sepse takimet kanë qenë kryesisht përmes Bashkimit Evropian përmes zotit Sorensen dhe në takimin e zotit Sorensen me Serbinë tash çka kanë biseduar ata unë nuk e di më në fund kështu u dërzum prej asaj kërkesës absurde, ndoshta edhe kanë që është absurde, sepse nuk ka nevojë me themelu një komision, një mekanizëm tjetër përveç e kinjo të llojit të tillë dhe u pajtuam. Po tash, sepse kur flas po duam me kuptu dhe familjar gjithmonë. Ata u pajtuan, komisioni përbashkët u themelu, ne do të vazhdojmë takimet, kërkesat tona do të i përsërita që janë publike, mirë po tash çka ndodh tutje, sa është e gatshëm Bashkimi Evropian, kur e shet që nuk po zbatohen, sepse unë kam frikën që Serbia prap do të refuzoj zbatimin e këtij komisioni apo zbatimin e kërkesave tona që janë arkivat, çka ndërmerr Bashkimi Evropian çka është mënasi. Prandaj nëse vërtet e përdor fuqinë e saj që do duhej Bashkimi Evropian, atëherë kjo mbetet shihet. Në bazë të kësaj terma të referencës, edhe pse kanë kalu këto afate tashmë një vjet e diçka, por në bazë të këtyre termave të referencës ne menjëherë mas themelimit që ndodhi të njëjtën, e cila ke edhe kaq sfiduese edhe të njëjtën, sepse Serbia refuzoi edhe aty të kemi me diku 7 orë takim për themelimin e këtij komisioni. Tashmë brenda një muaji Bashkimi Evropian ka obligim në bazë termave të referencës me thirrë edhe një herë takimin e radhës, edhe mi parashtruar kërkesat e dyja parë. Mirë, po ne kërkesat që kemi parashtruar qysh prej 15 janarit të vitit kaluar, qershore, shtatore kemi ri përsëri. Qëllimi ynë ka qenë ky. Prej fillimit, domethënë prej 2021 kur kam nisur me shku në Bruksel, qëllimi ynë ka qenë që me involvu direkt Bashkimin Evropian në çështjen e personave të zhdukur për shkak se Serbia nuk po ka vullnet me bashkëpunu këtë fushë, domethënë jo dini për çështje arkiva dhe çështje tjera. Këtë punë e arritëm, tash natyrisht që nevojitet ende punë, sepse nevojitet që Bashkimi Evropian me marrë atë rolin që i takon si kryesues, në kuadër të termave të referencës njëra prej pikave thotë që cila do palë që nuk arrin me bashkëpunu ose nuk dakordohet për aktivitetet që i ka, zotimet që i merr, atëherë ky kryesues e njofton 27 shtete anëtare të Bashkimit Evropian për mos dakordimin ose mos bashkëpunimin këtë rast të Serbisë. Prandaj mendoj që kjo është e rëndësishme këtu. A do të zgjidhet fati, sepse unë po flas me familjarët në këtë rast. A do të zgjidhet fati për personat të zhdukur, nuk do të zgjidhet me këtë pikë. Po sot kemi një mekanizëm dhe një dokument të Bashkimit Evropian, të cilët do duhet t'i japnin thyrësni edhe më të madhe Serbisë për të marrë informacion kredibile që ne vazhdojmë me i kërku.